Në maratonën e Bluefest do të ndalemi tek një njeri që me këmbgulje ka bërë histori, ka ditur të udhëheq me emër dhe me qetësi, e patjetër të krijojë edhe vizionin për suksesin afatgjat, për të ngritur emrin e Vlorës, por mbi të gjitha kur emri i punon atij. Mirë se erdhët zoti Vasil Betit. Faleminderit për ftesën e gëzuar ditët e festës që jemi aktualisht. Zakonisht fund viti, si 31 dhjetor që jemi, është edhe një fund vit reflektimi, por edhe falenderimi në të njëjtën kohë për çfarë lëm pas. Një kuptim domethënës për të dyja? Po, është e vërtetë që ditët e fundit të vitit që sa lëm pas janë në ato momentet që gjithsecili mendon se çfarë ka bërë dhe çfarë do të bëjë në vitet në vazhdim. Ajo që është më kryesorja për të gjithë ne besoj që jemi në njëjtin mendim që jemi të kënaqur apo të lumtur me çfarë kemi arritur, në radhë të parë që shëndetin e kemi të plot, që është gjëja më e rëndësishme për gjithë secilin nga ne. Patjetër që ashtu siç kemi ecur në vitet e fundit do të mendojmë dhe vazhdojmë të mendojmë se si do të ecim në vitet e ardhshme, por gjithsesi më kryesorja është që ndihemi mirë dhe duhet të ndihemi mirë, sepse jetojmë në një qytet që vërtet na bën të ndihemi mirë, një qytet që po përparon, po ecën nga viti në vit, po ndryshon. Duhet jemi optimist sepse gjëja më e mirë për të gjithë ne është të mendojmë që shkallët të ngjisin një nga një. Dhe mendoj që i kemi ngjitur këto shkallë një nga një. Dhe po jemi atje ku duhet të jemi. Në shumë pak vite, Vlora tashmë është një qytet turistik. Vlora tashmë pret dhe përsjell turist nga të gjitha vendet e botës. Vlora tashmë ka review shumë pozitive, sepse ne ndjekim ata që vinë dhe që ikin dhe çfarë thonë kur vinë dhe çfarë thonë kur ikin. Pra duhet të ndihemi mirë te kjo pjesë dhe gjithë secili e ka vendosur nga një gur, që themi apo nga një tull në këtë ndërtimin e këtij qyteti. Ajo që është më kryesore, pra kthehemi prapë se kam shumë me qejf ta them që ndihemi mirë kur gëzojmë një shëndet të plot, një harmoni të plot në këtë qytet, s'kemi pasur probleme të mëdha për këtë qytet, ka qenë një jetë normale dhe ka ecur ashtu siç duhet eci. Zoti Bedinaj, unë e parapriva, është e vështirë ta ndërtosh, por absolutisht është më e vështirë të rezistoj në kohë dhe të ndërtohet kaq fuqishëm. Është e vërtet, kemi pasur vite shumë të vështira. Unë ndihem mirë personalisht, po jo vetëm për vete, po edhe shumë qytetarë të tjerë vlonjat, pjesë e biznesit, po edhe pjesë e komunitetit, që nuk kemi dorëzuar. Por kemi pasur mundësinë dhe të largoheshim një moment nga Vlora për shkak të këtyre vështirësive apo pengesave që kemi pasur në punët tona, sepse jemi të ndërgjegjshëm që një qytet që zhvillohet me këto ritme, patjetër që ka dhe pengesa. Zhvillimi është shumë dimensional në të gjitha drejtimet. Pra, zhvillohet i gjithë si komunitet, si qytet dhe si biznes. Sot ndihem mirë që përshëndetem dhe flas ka qytetar këtu në Vlorë që nuk i shef shumë shpesh, janë të fokusuar në atë punën e tyre dhe kjo është një arritje. Pra, e kemi kaluar pjesën që mendojmë gjithmonë për vështirësi apo për të krijuar vështirësi, po jemi fokusuar gjithsecili në atë punën tonë, në atë biznesin tonë dhe ndaj dhe kemi ecur. Pra, ndihem mirë që mbas sidomos viteve 2004-2005 dhe këtej kanë qenë vite shumë vështira, ju kujtohet shumë mirë që ka qenë një Vlorë pa rrugë, pa infrastrukturë, pa ujë, pa energji elektrike që ne ikte nga 8 orë, nga 10 orë në ditë, pa fuqi punëtore, pa eksperiencë, pa nivel shërbimi e gjithë dhe me radhë, dhe ndihemi mirë sot që kemi arritur të bëjmë diçka. Kemi arritur jo të bëjmë diçka, po të bëjmë shumë mirë, sepse po ta krahasojmë veten me shtetet e tjera apo me qytetet e tjera, që kanë 100 apo 200 vjetë që kanë qenë në sistemi demokratik, ne në pak shumë kohë, me gjithë të vështirësi që kemi pasur, ja kemi dalë më së miri. Edhe më së miri zbukurohen zëmrat, zbukurohet qyteti, falim dhe kemi arsye për të buzëqeshur, por kohët janë moderne. I qëndroni ende vlerës tradicionale të festimit në familje në këto festa, apo?
Dalim edhe pak fjalë. Patjetër që po, për pjesën time, po dhe shumë të tjerë që merren gjatë gjithë kohës me biznis dhe unë ndodh që edhe janë larg familjes në atë rutinën tonë të përditshme dhe mezi presim që të kemi festa të jemi bashkë dhe jam akoma tradicional që natën e vitit të ri apo në prisit gjitha ditët e festave që festohen. Unë i organizoj me familjen, sepse është edhe një mundësi për të qenë afër me njëri tjetrin, aq më tepër që edhe fëmijët tani janë në studime në shkolla të ndryshme, kështu që festat për mua vazhdojnë të ngelen të festohen në mënyrën tradicionale. Jemi te pritshmëritë e 2026-s. Më kryesori është shëndeti, që e tham pak më lartë, që unë do të uroja që për gjithë ata që në shohin, në ndjekin, për gjithë qytetarët vlonjanë, për gjithë pjesën e biznesit, për gjithë bashkëpunëtorët, të gjithë familjarët, të keni një shëndet të plot dhe sa më shumë ditë të bardha me diell. Dhe për sa i përket qytetit, të uroj që aseti apo patenta përfundimtare që jo përfundimtare, po patenta më kryesore për këtë qytet në hapet aeroporti i Vlorës për 2026-ën dhe ritmi i ecësurisë për këtë qytet të jetë pothuajse siç ka qenë në këto vite. Nuk uroj që të bëhet edhe më mirë, po edhe kaq sa kemi bërë është shumë mjaftueshëm. Uroj që të gjithë të kenë alternativa të tjera, të gjithë kenë mundësi të reja për të zhvilluar apo për ndërtuar jetën e tyre këtu në këtë qytet dhe uroj që sa më shumë nga bashkëqytetarët tanë që ndodhen jashtë kufive të Shqipërisë për shumë vite, ka ardhur momenti që të rikthehen, sepse Vlora i afron tashmë të gjitha, ka punë, ka biznise, ka dhe një jetë komode dhe të qëndrueshme. Kështu që ky do të ishte urimi im për ta, për 2026, po edhe për vitet në vazhdim, që sa më shumë prej tyre të rikthehen në këtë qytet, sepse kushtet i kanë dhe do të jetë një vit i mbarë. Do një projekt surprizë për 2026? Dim që ka projekte patjetër që do të kemi, por pak nga pak, avash avash, do të kemi inaugurime të reja, do të kemi dhe hotele të reja, kështu që në radhë të parë jemi mirë dhe të ndihemi mirë që punojmë në këtë qytet. Të gjitha tjera të vinë vetë pastaj. Zoti Bedina, unë ju falenderoj që ju kam në studio, ju uroj më të mirat në familjen tuaj të vogël, por të madhe të Regina Group, dhe padyshim me besimin e plot që Vlora do marrë dritë nga emri juaj, unë ju përshëndes miq dhe do të jemi pas pak me të tjerët të ftuar.